Dy ekipet e Akademisë Vllaznia e kanë nisur me fitore sezonin e ri. Skuadrat kuqevlu luajtën në transfer ndaj Kuksit. Vllaznia U17 arriti që të fitojë me rezultatin e pastër 2-0 ndaj kuksianëve. Trajnerët Haris Liga dhe Altin Gjahysa që drejtojnë këtë ekip kanë hedhur në fushë këtë formacion. Çarri, Leka, Isufi, Sekja, Hoxha, Çardako, Borishi, Seriani, Lisaj, Mehja dhe Kulla. Fillimisht ka kaluar në avantazh ekipin me sfushori Hoxha me një gol të bukur pas një goditje diagonale brenda zonës. Në këtë përballje ka vullosur fitoren Kulla me shënimin e golit të dytë, duke realizuar me kokë. Në këtë mënyrë Vllaznia U17 ka bërë një nisje të mirë kampionatit të ri, ndeshja e radhës do të jetë sërish në transfer këtë radhë ndaj Partizanit. Me fitore e ka nisur kampionatin edhe Vllaznia U19. Të rinjt kanë luajtur në Kukës ndaj skuadrës vendase dhe takimi është zhvilluar në stadiumin Zeqi Rymeri. Futbollistët e rinj shkodran e kanë dominuar takimin duke fituar 3-1. Trajnerët Elvin Beqiri dhe Albert Kaçi aktivizuan Bajerin Rahoven, Tahiragën, Milotin, Dallnezin, Hysena, Ibrahimi, Parubi, Pusi, Dyca dhe Kruja. Vllaznia luan me 10 futbollistë që në minutën e tretë, sepse lojtari me numrin 9 do shkohet me karton të kuq pas një goditje ndaj kundërshtarit. Në pjesën e parë shënohen 2 gola. Fillimisht pante Hysena që realizon një gol të bukur, teksa portieri nuk arrin ta ndalë. Për shkodranët golin e dytë realizon Parubi, sërish me një goditje standarde që kthehet në gol. Në pjesën e dytë, Hysena realizon edhe golin e tretë, por këtë herë duke surprizuar me një gjuajtje. Goli i kuksianëve në fund vlen vetëm për statistikë, kështu edhe të rinjt marrin një fitore duke nisur mbar sezonin.